Valian, qysh nisin zakonisht mëngjeset e juja? Po besoj me një rutinë të ngjashme, kështu të pas parasysh që keni angazhime gjatë javës, jo mirë po edhe vajzat. Të e marë parasysh dalje në mal, dihet që kjo pjesa tjetër e jetës është dinamike. Me shumë dinamizëm, me shumë obligime, me shumë normalisht edhe jeta me fëmijë, mase i ka ato obligime tjera shtesë. Na kur qohemi në mëngjes e kemi një farë rëmuje me fëmijën herë derisa të bëhemi gati për shkollë, për përgatitjet për punë. Edhe kemi gjatë javës diskutimet ku kemi me shku, në cilin mal. Vajza zakonisht janë shumë të interesume ku kemi me shku babë këtë javë, a mundemi edhe na me ardhë, a është ecje e lehtë, se normalisht nëse planifikojmë me bëni një ecje me vajzat, duhet mi marë parasysh shumë elemente tjerë, nuk është sikur kur unë ka me bo një mal vetë. Sigurisht që po. Kryesorë është me gjetë një shteg që është i sigurt, se siguria është në rand parë, masane duhet me konë një shteg i qasshëm edhe i lehtë për fëmijë, që ka njëherë me lisën, nuk është që kemi bo edhe krejt lehtë, apo jo mundu me gjetë shtigje që janë të përshtatshme edhe për vajzat. Ashtë, sigurisht që kemi me folje edhe për pjesën e vajzave, por që këtë pasionin për ecje, për ngjitje në maje, sigurisht që e kanë marrë prej teje. Po ti, nga, se ti ke qenë kështu nismëtari për i bjena? Më duket që tash bohen 11 ose 12 vite, që unë eci e maleve. Normalisht fillimet janë ecje në për male, atleta, ecje për qefin, mas disa kohësh kur i shef fotografite, kalu me thu qysh pas na shku me këto pajisje, qysh pas na shku me këtë veshje, vjen të rrit pasionin, nëse veç e ki pasion, vjen të rrit, qysh rritet pasioni, vjen të rrit edhe adrenalina për me bo diçka ma shumë, diçka nështë ma të vështirë, ma të rrezikshme, kështu që për 12 vite kom përjetu shumë gjana në malë që do më thonë i falenderona krejt kësaj eksperiencë që nuk më me përshkru tamam me fjallë momentin kur unë jam në malë. Sigurisht gjatë bisedës kanë me na shoqëru edhe fotografi që kanë me dokumentu kështu kemi krejt këto që ka na e flasim në studio. Unë e thash edhe në fillim kur prezentova je ekonomist me profesion. Me profesionin ekonomist, punoj me një institucion financiar, jam departament riskut, e dini që bankat kanë stres, pa e gjithë shumë si punë. Definitivisht, menoj qka ka të bëj me numra, ka stres. Shtu që unë menoj që balanca njëtë, pastaj gjendet malë. Po, tash, a ka ardhë krejt kjo si nevoj për me balancu jetën pak, apo ka njësë si pasion? Sepse e the që nëse e shikon kejtë në fillim kur ke njësë, e kritikon vetën që shke shku, që shke vesh, ka ke bo, mirë po a ka qenë si nevoj në fillim, pastaj të shrikthynë pasion edhe në diçka që e ke gjetë vetën? Po, me thonë drejtën fillimi nuk është që është mendu për me hjek stresin, se nuk është që e din është që është... Qysh ndikon? Ose qysh ndikon. Fillimi ka qenë pamjet bukra, ke pa nështë ta fotografi të alpinistëve që kanë bo, ke thonë, wow, qëfar vende me shku me provu. Mas të rrugës e kupton që është një terapi që s'paguhet me pare. Po. Dhe më është fantastike. Lisa, ti po besoj ke qene para që e bashku me babin, ma ndej me ecë. Qysh nise? Pse u interesove në fillim që me u bashku bashkë me babin? Se të e pas parasysh që je shumë e reti, i ke 9 vjeç, dasht, që sa ko ka njës Lisa me dalë bashkë me Lisa prej moshës 5. Wow, shumë e re. Atëherë në atë kohë e kom marrë unë, normalisht e kom bështetë shumë, nështë e kom baj ka pak e kështu, mas ne ka fillu edhe u pavarësu bagi shumë. Qysh ke do, pse ke dosh, Lisa? Qka të ka pëlqy nështë ta ma shumë? Mas shumë të prej malëve, më ka pëlqy gjelbërimi, ajri pastër, dhe që është si relaksim gjatë majës, kur në qimet, dhe që është ndjenë relaks. Tash, kur e kujton fillimet, 5 vjeqare, a u kone fështirë? Qysh e mon men fillimet e tua kur ke njësë me dalë? Nuk u konë qaq e fështirë fillimit, se normal nuk e në gjitë majët rëzikshme për 5 vjeqare, po u konë pak e rëzikshme për mu. Kështu e zërshme e këthi. Kërkesa e para ka qenë prej Lisës me t'u bashku, a ka qenë një ftesë prej teje?
Po, Lisa gjithmonë të më pyet çfarë çante, çfarë helmete, çka është kjo, për çka përdoret kjo, a mojën e më ardhë një herë me provu me ty, a moj me qitë këtë pajisjen me pa qysh jam, unë jam shumë e fort, unë moj me ecë. Edhe, kom thonë pse jo me... Edhe qëllimi jam për me marrë vajzat mal, është kanë lidhja me natyrën e tyne, mi të shkap prej, s'po thëmë mi të shkap komplet prej teknologjisë, se nuk mundësh me mri ato, po të pakten pjesën e lirë të kohës ju mundu me kanë të lidhën me natyrën. Edhe normalisht kur fëmijët janë natyrë, aty nuk kemi mos e prek këto, mos e prek ato, mos e prek këto. Aty prek çka dush. Vërtet sa dush, vrapo sa dush, bën çka dush.